Mirë, ishim në këtë bisedë për të mësuar më shumë në fakt për atë që nuk dim për historinë tonë, për figurën e Ismail Qemalit. Ne do të shkojmë pak në Vlorë, ku ka nisur të mbrijnë në këto momente edhe personalitete të shumta, duket se nga Kosova, përveç presidentes Vjosa Osmani, që pritet të mbrijë nga momenti në moment, pam pak më parë edhe ministrën e punëve të jashtme, ministrin e brendshëm të cilët të Kosovës, pra ministrat në detyrë të cilët kanë mbritur në Vlorë për të përkujtuar 28 nëntorin, po kështu Albulena Xhiu ishte pak më parë nënkryetaria e kuvendit të kuvendit të Kosovës. Kam Algert Arizajn në këto momente, ai është aty, mund t'i shquaj më mirë personalitetet kush ka mbritur dhe kush po mbrin deri në këto momente. Algert, përshëndetje sërish. Ju përshëndes. Sapo mbrin autoritetet më të larta në këto momente, zoti Rama, përfaqësuesit më të lartë të shtetit, pushtetit vendor, ai është pritur nga kryetaria e Bashkisë Vlorë, zonja Brunilda Mersini, gjithashtu janë deleguarit e qarkut, përfaqësuesit më të lartë, presidenti ishte për të ardhur në këto momente, po kalojnë para sheshit flamurit gjitha autoritetet. Zoti Rama, siç duket dhe në plan, është i shoqëruar nga presidentja e Kosovës, zonja Osmani. Zoti Begaj është pranë tyre, janë dy presidentët të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ata po kalojnë në mënyrë zyrtare tashmë para dhe gjithë përfaqësuesve dhe gjithë qytetarëve që kanë ardhur për të parë këtë ceremoni ditën e sotme. Po, jemi duke i parë me këto pamje të drejtë për drejta. Zoti Rama është larguar pak për të bërë pjesën e protokollit. Ai ka qenë gati një 30 minuta kafe me gjithë autoritetet më të larta, ka ardhur pak më shpejt se zakonisht ditën e sotme. Në këto momente banda frymore po bëhet gati për nisjen e ceremonisë zyrtare. Siç mund ta shikojmë, ka filluar ceremonia zyrtare. Zoti Peleshi, kryetari i kuvendit, përfaqësuesja presidente e Kosovës, kryetare e Bashkisë Vlorë, gjithashtu dhe prefektja e Vlorës. Po, jemi duke ndjekur pra edhe këto pamje të drejt për drejta, ndryshe nga një vit më parë ku në Vlorë mbriti kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti, kësaj here është presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila një ditë më parë ishte në Shkodër, ku mori pjesë në festimet e organizuara nga Bashkia e Shkodrës. Sot ka mbritur në qytetin e Vlorës, ku do të mbajnë edhe ceremonitë e rastit, që nga ngritja ceremoniale e flamurit dhe homazhet në memorialin e pavarësisë dhe varrin e Ismail Bey Vlorës, për të përkujtuar kështu pra 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë.